E tani të dashur shikues, se erdhi koha të realizojmë edhe intervistën e parë për ditën e sotme. Kemi kënaqësinë që unë e mira studion të ndaj me Erzen Zyberaj, atletin i cili do të na tregojë detaje nga jeta e tij si atlet dhe sfidat që i kalon. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Alarm. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për neve të kemi në studio, ta kemi në studio një atlet, na tregu pak a shumë komplet këndvështrimin e të qenurit një atlet në Kosovë, po fillimisht na trego se si lindi pasioni për këtë punë. Po, me qenë atlet në Kosovë është kogja vështirë për faktin që mungojnë shumë gjona në aspektin e përgatitjes fizike si sportist, kështu që mungojnë infrastruktura mungon shumë. Edhe tjetra është që pasioni im për vrapimin ka fillu qysh mëti, prej që kam qenë fëmijë. Do me thonë në vitin 2023 kam marrë pjesë si 15 vjeçar në gjysmë maratonën e Prishtinës. Do me thonë pa e ditë këtë pjesën tjetër të... Pa e ditë që keme u marrë profesionalisht? Jo profesionalisht, po pa e ditë që ka na pret, do më thonë se jam registru, i kom thonë vllaut registru me në 5 kilometra, i s'ka ditë më ka registru 21 kilometra, edhe mandej, kër e kam përfundu, do më thonë 21 kilometrashen, klubit Atletik Prishtina, do më thonë, e kanë pa që e kom kry me rezultat mirë, edhe tash ndjeri ka Droshka Qanolli, ishtë trajneri im, më ftoj që me ardhë në klubin e tyve këtë në Prishtinë, sepse unë vjen nga Roveci, edhe aty do me thonë ka fillu ajo pjesa ma e madhe e imja që me shty vetën, me provu vetën si atlet. Kështu që pastaj jam transferu këtë në Prishtinë, ku më shtru atletik, 2 vite, pastaj jam këthuj prapë në futbol. E kam lënë futbolin tani prapë, kështu jam këthuj do me thonë me gjatë pandemisë, kur filloj pandemija, do me thonë që unë ndërprej futboli, e kam fillu prapë me atletik, me vrapime gjata ultramaratone. Pra ke qëndru gjithmonë të sporti? Po, gjithmonë, do me thonë me sport kam qenë gjithmonë, edhe pse kom punu edhe punë tjera, do me thonë profesionit ndryshme, prapë me sport kam qenë atë, sepse e kam dashur sport, edhe pasion e kom pasur. Po, aja vlen me qenë atlet në vendin tonë në Kosovë? Ajo në kushtet të mira për me qenë një atlet edhe qka të ka motivu typën me vazhdu mës me undalë? Me u marrë me sport është mirë, edhe me qenë atlet është kogja mirë, sepse ti jo vetëm që e bën për trupin edhe shëndetin të mirë, po je model edhe frymëzues për gjenerata tjera, kështu që Kosovë mungojnë këto gjona, do me thonë mungojnë kushtet për përgatitje fizike, do me thonë asë kemë stadiume, komuna me stërvet adekuat që shduhet, kështu që atërë të dush me gjete forma ndryshme për vrapim. Unë për me i kësaj që nuk kena kushtet, do me thonë me dalë me ushtru në stadion së erdën, unë kam zgjedhë Gërmin, për shembull parkun e Gërmis, edhe jem njësë këto në vrapimet malore në ultramaratonet. Kështu që njëri kur dënë, mundet me gjithë zhidhen për gjithë shka. Po kur është ai momenti kur ti e kuptove që atletika mundet me qenë edhe në një farë mënyre profesioni ju t'i ardhshëm? Gjatë shëtitjeve dhe ecjeve që bëshëm në Gërmi me një shok mentorin, ai më pat me një fjallë më pat propozu që me lanë futbolin edhe me janisë vrapimit, sepse unë jam i shpejt kështu në vrapim, edhe më thëjke le vrapin se je i shpejt edhe munesh me mri diçka. Ane pse jem me një mosh, isha 34 vjeqar, munesh me bo diçka, sepse në këto distancat e gjata, do me thonë, kjo mosha mesatare prej 30 vjetë, do me thonë, dejnë 45 është ma e mira. Edhe më tha që munesh me mri. Okej, e pa ta ndëgju edhe gradualisht, po, me punë, me disiplinë edhe arrita që me qenë sot këtu ku jam. Po të e di që nuk i keni kushtet që shduhet me qenë, sa orë në ditë stërvitësh edhe ku stërvitësh? Në Gërmi, apo cilat janë vendet që... Po, kryesisht parkun e Gërmi se shfrytëzojmë për shkak që është edhe pa kire, edhe pa njerëz shumë, do me thonë nuk frekuentohet një pjesë e madhe e stërvitjeve është në parkun e Gërmis. Pjesa tjetër, aty të fakulteti teknik, zakonisht e shfrytëzoj për
disa stërvitje ma specifike që i kam. Kështu që kryesisht në përbjeshk, dhe më thonë se unë e bëj vrape malor më shumë, dhe më thonë distancat gjata, kështu që kryesisht jam në përbjeshk, në për natyrë. Fatmirësisht kemi kësi ambiente mjaftueshëm, po besoj. Po, Kosova i ka bukurit e maleve, bjeshkve, është malet e Sharrit, bjesht e Rrugovës, kështu që ka vendet bukra për mes tër vetë, kështu që po mundohemi mi shfrytzu edhe ato nga njerë me shku edhe ati. Ju me një pjesë edhe në për gara, na trego pak për ndonjë garë që e ke pas ma të veçantë, ose garën e fundit që e ke pas? Po, unë prej 2020-ës dhe me dhonë tetor, kur kam marrë pjesë për herë të parë në Prishtina Trails, ka qenë gara ime e parë zyrtare që kam marrë dhe me dhonë si atlet i kësaj discipline. Aty kom arrit me fitu, pastaj kom pas edhe garat, dhe me thonë, jo vetë pas viti, muj me thonë mirë, po muj pas muj, kështë që gjithë kohën kam qenë i zënë me gara. Se cilën garë që kam marrë pjesë, po thuj se kam qenë pjesë e podiumëve. Është ndjenjë e veçantë, është emocion i veçantë, sepse vlerësohet edhe të shpërblehet puna dhe disiplina dhe sakrifica që ti e bën gjatë ushtrimeve, kështu që për mua është kënaqësi edhe emocion i mirë. Gara fundit për mua këtë vit ka qenë Prishtina Trail, ngërmi këtë 27 km me 2000 metra disnivel. Një garë mjaft e fort edhe e mirë, unë arrita prapë që të fitoj edhe ta thejat rekordin tim personal që e kom pas dhe me thonë për gjysore më shpejt. Kështu që më ndije mirë, jam fort mirë, tash e kam një garë më të madhe dhe me thonë Sloveni me një qershor. Atje e kam një garë 6 orë që do të vrapoj. Sa kilometra mund dhe me i bon për 6 orë. Është një sfidë kogja e madhe dhe vështirë, kështu që jam fort mirë, po besoj që edhe atje me qenë nivel. Për 6 orë kemi vrapu edhe pastaj me i grumbullu sa kilometra ke? Po, për 6 orë, gara është 6 orë sa kilometra kemi bo. është një lup atë që thonë një shtek që ki mu silë, dhe me thonë tonë kohë 1 kilometër e gjysë, ki mu silë të atë. Për 6 orë? Për 6 orë. A ki mundësi me bo pauzat her pas hershme? Ti nëse dënë, po mund është më nalë, po nëse nalë është po, nëse ajë këndërshtarit kalën, kështë që është një mos më nalë dhe me mujtë me mrijat distancën që ti e ki planifiku, kështë që... Sa e vështirë është? Na trego me vrapu kështë 6 orë? është e vështirë shumë, për faktin se me nejtë 6 orë në kam, ullë me nejtë qëto ku jam qëto që 6 orë... Po lodhësh, lemo me vrapu. Edhe mu shtëri që qëto lodhësh, qëto që me nejtë në kam është ka gjafësia, sepse... Sa një parë që më shkojnë mandë kure për mane 6 orë ka... handbook për 6 orë, ato shmenajt po jo, hani, kemë ato ushqime tona speciale, ato gjellat, ato elektrolite që i pim. Po jo kështu më nalë me hamër, bërk jo. është e vështirë sepse është diçka e jashtë zakonshme, domethënë është enorme që e përjeton trupi jetë, sepse për shembull me vrapu 21 kilometra ose maraton është pak më lehtë. Nuk është letë, mirë, po është më letë sepse ultramaratona, se kur të kalon 50 km atëherë nuk ka të bëjmë me fizike, kur gjë është krejt mentale, sepse trupi lodhet, kime pas dhimbjet të shpinjës, të këmbëve, kështë që është krejt tani mentale sa ti mundesh me qëndru atë. Po pasi që të përfundon, për shembull vrapon 6 orë, çka bën një atlet? A pushon, a flen me një herë? Duhesh me pushu, duhesh me pushu, me origineru, sepse ti një farforme e shkatëron trupin tënë, kështë që duhesh me marrat energjinë e humbur. A vë një kohë e gjatë pushime? Realisht po, realisht duhet kogja kohë e gjatë për mu këfil me orë në gjendjen që shke qenë mirë, po fatmirësisht unë nuk e di nështë është edhe biologjike, me thonë, unë e kam këtë fazën e rekuperimit shumë të shpejt. Marrë një shembull, për shembull, kur kam qenë në Tiranë, prej Prishtinës Tiranë që pata vrapu në 2023-ën, e kam kry vrapin të nesit, kam qenë gjendje prapë me vazhdu me vrapu, kështë që adin edhe pse ishin ato shumë kilometra, unë e prapë isha në gjendje me vrapu, kështë që... Po Vodnomatka Trail ka qenë njëra ndër garat në të cilën ti je ranku numër 1 edhe janë bajt në Shkup me 6 prill të këtij viti. Si ka qenë si eksperiencë kjo garë? Po Vodnomatka është një garë malore shumë
e vështirë dhe është shumë teknikale. Do më thonë reliefin që e ka është shumë i thyshëm, do më thonë duhesh me qenë shumë i fort fizikisht për me përfundu me një kohë shumë të mirë. Kështu që për mu është hera e 4 që marrë pjesë atje, do më thonë herën e parë kur ka marrë pjesë, për shkak se kam njoft terrenin, e kam humbë shtegun disa herë dhe kam dali dyti. Kështu që këto 3 hera tjera që kam marrë pjesë, do më thonë e kam fitu gjithë. Sepse e kam mësu terrenin edhe e di çka të pret aty. Është garë shumë e vështirë, ata njerëz që vrapojnë atë e dinë domethënë çfarë terreni, nëse keni qenë një herë në Matka te kanjoni atje nuk e di. A keni qenë me vizitu? Halo, jo, më kam jetë pa vizitu. Është terren shumë i thyeshëm, domethënë i ka ato zbritjet shumë mëdha dhe ngjitjet me njerë, kështu që për kom është shumë e vështirë. Mirë po, tash na jena me një me thonë dimension tjetër të përgatitive fizike, kështu që për të i kalojna më letë. Po, atë ka ndodhë në e herë në i rast që e kun të vrapu dhe këtë thonë për nalë nëse s'moj mu? Ka plët raste. Si t'ja njësë me vrapu, pëse jë mirë në këto që... Se jë misë. A bohen gjithë këto kilometra, mirë po është... Qka të motivën, qka të shtynë? Ka pëqëre, ka plët gjana që të motivojnë. Njëri motivin e gjanë gjithë konë. Ku të dënë mund është me gjithë motivin, të gjithë shka. Kështu që ti është duhesh me bind vetën që mundesh edhe me vazhdu tutje. Unë për veti kom forma ndryshme ku mu motivu, kështu që se kam atë problem heq. Ti është kam qef me nejti disciplinun në punë, në shtrimin, në servitje edhe ditën e garës me pas si fest. Pas taj atë si djetë. Qka të ndodhë është, sepse është vrapim malor, është i rrezikshëm, atë nuk mundesh me ditë, a mundesh me lëndu, a mundesh me uvra edhe me ndërprej garën, kështu që... Erzana, kemi pa edhe një lajm që ti e ke kalu pikën kufitare të Kosovës, duke shkuar nga Prishtina në Tiranë përmes vrapimet. Mas si ka lind ideja fillimisht për me zvrapit këtë udhëtim, apo rrugtim si teme, edhe si është pritet edhe nga njerëzit kjo? Po, pasi që ishte 111 vjetori ditës pavarësisë Shqipërisë, atëherë pa ta vendosë që me bo atë vrapim atë gjatë, me u solidarizu me njerëz që kanë kontribu për vendin, gjithë në kalunën, në tashmen, edhe vazhdojnë me bo për vendin, thjesht kam dashur me dërgu një mesazh tek njerëz, tek bota që shqiptarët janë një, kështu që për mu ka qenë një sfidë shumë e madhe ajo, sepse është një vrapim jashtë normalës, është rrezik mas pari sepse vrapën në rrugë, në për makina, nuk është shteg që s'të pengon kërkosh, kështu që ka qenë emocion i veçantë, është ndjenje mirë, është një përmbushje për mu shpirtërore, për faktin që pa marrë parasysh asaj prej vetës time që kom arrit me bind vetën që unë mundë me vrapu kaq gjatë, është që mesazhi që e kom dërgu tek njerëz edhe tek bota që pse ka vrapu Erzeni, se dikush mundën dhe të thonë, ka vrapu për çka. Mirë po, pse njerëz në përbot e vlerësojnë shumë këto 260 kilometra për çka ka vrapu Erzeni. Atëherë kur e kuptojnë mesazhin, atëherë hinë edhe e shikojnë historinë, sepse neve na ndodh shpesh në përgara, për shembull, askush nuk e din çka ka ndodhur në Kosovë. Garus, për shembull, nuk e din as ka i bjen Kosova, kështu që një farë forme të i edhe mesazhi i asaj që kush jena dhe çka kena bo. Po, Erzan, edhe për fond, çka duhet me bo shteti ynë për atletët, sidomos për atletët e rinj? Shteti duhet me gjetë format më të ndryshme për me stimulu atletë edhe njerëz, sepse tash për shembull unë nuk kam përkraje as të mirë prej shtetit. Tash nëse një i ri, o më sheh mu edhe gjithë me këtë punë, me këtë sakrificë, edhe domethënë s'kam përkraje prej shtetit, ai me njëherë. Heziton edhe me jo heziton, pa i thejet me njerë, thot Erzeni sa punën, sa angazhimin edhe s'po shpërblejet, pse m'ja nisone, kështu që na kena rinit, po menoj jo të shnoshmi, po kem shumë fëmijë të fuqishëm që mundën me arrit, thjesht duhet me bind ata që me shty vetën, sepse me të vërtet kem njerëz talenta, kështu që thjesht duhet me gjetë format edhe mënyrat qysh me i përkatjet, se nëse shteti e ndihmon Erzenin, indirekt kom i ndihmu edhe ata, sepse kom i detyru edhe ata me shtimin. Kështu që kishe mirë që me i hapë sytë pak ma shumë, sepse muj me thonë lire që jam aset i shtetit. Apo këtë nuk ka kësi vrapus, dhe me thonë, ju moni me i me lidzu edhe me këshyr me shfletu edhe me përbot, kështu që e kemi pas në përportale. Thjesht
dush me gjetë formën që me stimulu, E vërtet. sepse është mirë edhe për vendin. Erzan, na të dëshirojna shumë suksese matutja. Faleminderit shumë për bisedën, kënaqësi të të kishim në studio sot. Faleminderit shumë edhe për juve, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit edhe turojmë shumë suksese tutje. Shumë faleminderit. Faleminderit. Tani të dashur miq, po e ndrojmë pak temën e informacionit dhe erdhi koha që ta ndjekim një